Andaj xhamia në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam I përfaqësonte të gjitha institucionet e sotit. Ishte qeveri, ishte kryeministri, ishin ministri, ishin kazerma dhe vend prej ku edhe mirë mësimi, gjithashtu ishin edhe shkolla po dhe spitale. Mirë po don mu ju tregu pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe praktikisht se këto punë po nuk u bën me përgjegjësi, po nuk e ndiju muslimani përgjegjësinë që ka me dhënë para Allahut ditën e gjykimit, ka me dal gjykate korruptuar, ka me dal shkollë e cila jep gjithçka pas mësimit, ka me dal mjekësi e cila ofron gjithçka pas shërimit dhe kështu me radhë. Tash po e ndërton një shtet të shëndosh, pastaj prej cilit ka më përhap drita, ka më përhap mësimet e këtij shteti në të katër anët e botës. I dërguari Allahut sa po arritin Medinë, I ndërmori 3 hapa shumë të rëndësishëm, që nuk ka mundësi mu vendos themelet e shëndosha të një shteti, as mu ndërtu diçka e madhe që quhet shtet, pa këto 3 masa të cilat I ndërmori pejgamberi alayhi salatu wasalam, sepse ishte inspiruar edhe nga Allahu I lartësuar. Masën e parë të ndëruar vëllezër që e ndërmori ishte vëllëzërimi që e bëri mes besimtarëve. Dhe I bëri vëllëzër sikurse me qenë prej gjaku, sikurse me qenë vëllëzër prej nane dhe prej babe, sepse ajo që do të ndërtohet tash, një strukturë shtetërore e cila do të ndërtohet, pastaj prej saj do të përhapet drita e Islamit, edhe do të përhapen mësimet e këtij Islami në 4 anët e botës, nuk ka mundësi më u bokje nëse njerëzit e atij shteti e atij vendi janë të shpërtallum. Andaj nuk ka kurfar suksesi, edhe nuk pritet kurfar suksesi, edhe kurfar përparimi nëse njerëzit nuk janë të lidhur mes vete. Këto po na jep pejgamberi alayhi salatu wasalam shumë praktikisht, mënyrë që pastaj më u marr me probleme tjera, mos u marr me probleme të brendshme se apo ka vrasje, apo ka hasmëri, apo ka vllavrasje, apo ka ngatresa të ndryshme. Këto e rrafshoi pejgamberi alayhi salatu wasalam qysh në start. Po ndërtojmë shtet, po jemi vëllezër. Njëri tjetrin e kemi vëlla, ata që shkon prej Mekës, muhaxherët, sepse edhe nani ko kemi pas muhaxher. Ata që shkon prej Mekës, muhaxher, hynën në shtëpitë e ensarëve, venalive, jerlive, sikurse në shtëpitë e tyre, dhe u bën vëllazën sikurse me I paslind një non edhe një babë. Pastaj masa e dytë të ndëruar vëllezër, ishte ndërtimi I xhamisë. Sepse ndërtimi I xhamisë në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam ishte vendi ku mblidheshin por pos namazit, mblidheshin për me adhuru Allahun, edhe me mbajt lidhjen e tyre me Allahun, mblidheshin edhe për gjitha organizimet që I kishte pejgamberi alayhi salatu wasalam. Andaj xhamia në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam I përfaqësonte të gjitha institucionet e sotit. Ishte qeveri, ishte kryeministri, ishin ministri, ishin kazerma dhe vend prej ku edhe mirë mësimi, gjithashtu ishin edhe shkolla po dhe spitale. Ishte edhe shkollë, po ishte edhe spital. Në anën tjetër të ndëruar vëllezër, pejgamberi alayhi salatu wasalam kishte mundësi këto institucione me nda. Edhe në një pjesë të Medinës me vendos diçka që quhej spital, dikon me vendos gjykat, dikon me vendos diçka tjetër. Mirë, po don mu ju tregu pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe praktikisht se këto punë po nuk u bën me përgjegjësi, po nuk e ndiju muslimani përgjegjësinë që ka me dhënë para Allahut ditën e gjykimit, ka me dal gjykate korruptuar, ka me dal shkollë e cila jep gjithçka pas mësimit, ka me dal mjekësi e cila ofron gjithçka pas shërimit dhe kështu me radhë. Kështu me radhë, do thotë këto institucione, njerëz të këtyre institucione duhet me qenë të lidhur me Allahun e lartësuar, sepse ati kanë me I dhënë përgjegjësi. Jo apo mshet dikush, jo apo muj me e bo këto, jo apo muj me zhgat, e me korruptu, e me vjedh e gjana të tjera të cilat fatkeqësisht I dëgjojmë sot. Ndërsa ai I cili ka frikën Allahut, që do të pyetet edhe për një qintën e dinarit, që e ka marrë për hak do të pyetet para Allahut, ati I duket sikurse me fut zjarr në xhepin e tij ose në barkun e tij ose me çutë shtëpia dhe familja dhe shtëpia e tij. Pastaj hapi I tretë të ndëruar vëllezër, filloi përgatitjet, sepse armiqët nuk flajnë, armiqët punojnë, ata avancojnë, ata shkollohen, ata ushtrohen, ata bojnë ushtri, ata bojnë armatim, dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam me ato mundësi që I kishte, filloi me u përgatit edhe me identifiku njerëzit se kush është për luftë nëse nesër na ka nosët lufta. Pikrisht
do thot ajo që quhet sot Ministria e Mbrojtjes ose kazermat ose rekrutimi ushtarak e hyj katush. To tri veprime i bani pejgamberi alayhi salatu wassalam qysh me zbritjen e tij të parë në Medinë. Dhe pikërisht në këtë formë u forcu shteti edhe u bë shumë i fortë. I vogël, vetëm Medinja ishte shtet në këtë kohë, vetëm një qytet, mirë po çaq i fortë saqë prej Medinës mësimet edhe forma e qeverisjes edhe forma udhëheqjes prej kësaj Medine u përhap në 4 anët e botës. Dhe me më tepër se 1000 vjet u udhëhoq një pjesë e madhe e botës, madje edhe më shumë se gjysma e botës me çdo rregulla, me çdo sistem, me çdo mësime, me çdo formë të qeverisjes, sepse ai që i vendosi themelet e para i vendosi mirë. Edhe vazhdoi pushteti. Të nderuar vëllezër, ka shumë çka të flitet për mos me zgjat. Duhet të kemi parasysh këtë mësim pejgamberit alayhi salatu wasalam, po edhe disa gjëra të cilat lidhen me kohën tonë. Fillimisht, Allahu na ka begatuar që në vendin tonë, pas shumë vujtjeve, pas shumë sakrifice, pas shumë vrasjeve, pas shumë masakrave, në përgjithësi vendet ku flitet shqipja, Allahu na ka begatuar që sot me jetu të lirë, sot me jetu në vendin tonë, edhe sot me udhëheq në vendin tonë. Kjo është nimet dhe begati e madhe e Allahut. Mirë, po të nderuar vëllezër, duhet kemi koncept të drejtë, sicili dhe asnjëri nuk lirohet prej kësaj përgjegjësie, se na në këtë fazë, në këtë kohë tash, nuk jemi në fazën e shtet fitimit, se elhamdulillah kemi fituar. Na jemi në fazën e shtet ndërtimit, duhet me ndërtu, duhet me punu, duhet me gjallnu dhe jetën edhe mundin këtij vendi me ja kushtu. Sepse kështu Allahu na ka mësuar, kështu ja kemi bërsh fillimisht Allahut me bë vendin ku jetojmë sa më të mirë, sa më të sigurt, sa më të begat, atmosferë sa më të këndshme, sa më vllaznore, po ja kemi bërsh edhe atyre që vinë pas neve, sikur se ja kemi bërsh atyre që kanë dhënë gjithçka për jetës tyre, kanë dhënë edhe më të shtrejtën jetën, e kanë dhënë edhe familjet, që sot elhamdulillah na i gëzojmë këtu. Andaj do t'i përmendi 3 pika të rëndësishme, të cilat duhet me i pas parasysh, e që janë të rëndësishme. E para, të nderuar vëllezër, nuk duhet të harrojmë historinë. Nuk duhet të harrojmë historinë sepse historia përsëritet. Edhe pse me njerëz tjerë, mirë po përsëritet me skenare të njëjta. E duhet ta mësojmë mirë historinë, ta mësojmë drejt, ta kuptojmë drejt dhe prej kësaj pastaj të kuptojmë edhe diçka tjetër që është më rëndësi shumë se kush janë miqët tonë dhe kush janë armiqët tonë. Historikisht, kanë kemi pas mik dhe na kanë ndihmu dhe kanë kemi pas armik e na ka luftu, e na ka coptu, e na ka masakru. Edhe çka i ka orë për kombe, na i ka bërë. Kjo është shumë rëndësi për arsye se armiku i djeshit është armiku i sodit. Miku i djeshit është miku i sodit. Pastaj kur e identifikojmë mikun dhe armikun, pastaj e dim kujt më afro dhe për kujt me pas kujdes. Sepse po nuk e kuptojmë këto, na ndodh ajo që ka ndodhur në histori, që e përmendin historianët, shtetin e Mevit, i cili ka sunduar më tepër se 100 vjet, thotë shkaku i rënjes së këtij shteti është se e kanë afruar mikun edhe e kanë larguar mikun. E kanë përzi mikun me armikun. Ata afrojmë armikun se nështë ama zbutët, ndërsa mikun e lom larg se ashtu e kemi Aran e kemi Mek. Thonë pastaj historianët, armiku edhe pse u afru nuk u bë Mek, ndërsa miku kur u largu u bë Mek. Mbeten me 2 por armiq. E kështu që kur e kuptojmë na se kush na ka ndihmu, kush ka qenë miku jon historikisht, atëherë e dim se çaj prap duhet me qenë miku jon. Prap mundet me qenë miku jon, ndërsa çaj që ka qenë armiku mbetet. Armiku çfarë do parolle që e nxjerr, çfarë do veshje që e ka, me çfarë do pamje që paraqitet. Gjithashtu, mos me i harru edhe ndihmën, po edhe falënderimin ndaj atyre të cilët na kanë ndihmu, sepse ne si popull i vogël normal që kemi pas nevojë për ndihmës, kemi pas nevojë që dikush më na dol krah, sepse sot në botë dhe pothuajse historikisht botën e padrejtësisë është sunduar me ligjin e xhungullës i forti e handopti. Edhe sot e ditë bëhet kjo politikë. Domani forti e handoptin dhe gjithashtu
nuk duhet të harrojmë edhe diçka që është shumë rëndësishme se kanë kemi fëqinj. Kush janë këqitë tonë? Kush janë fëqinjtë tonë? Të cilët nuk kanë lënë moment të papërshtatshëm për neve, moment të dobët që kemi kaluar ato vetëm se e kanë shfrytzuar. Ata janë të njëjtit. Mos t'i harrojmë fëqinjët. Mos t'i harrojmë rrezikun që mund të më marrë prej tyre, e rreziku evitohet i tyre nëse ne bashkohemi, afrohemi, kemi frikë Allahut edhe dojmë njëri tjetrin për Allahun, edhe mbrojmë njëri tjetrin për Allahun, edhe mbështesim njëri tjetrin për Allahun. Edhe nëse ka padrejsi, nëse ka nevojë për përmirësime, e përmirësojmë njëri tjetrin, edhe gjithashtu përgatitemi. Përgatitemi në të gjitha fushat, në të gjitha rrafshat. Qofshin ato politike, strategjike, ekonomike, mjekësore, shkollore, arsimore, e gjitha këto përgatitet. Sepse kështu mundemi me nejtë karshi atyre të cilët ndoshta presin me një kam që me nda këtë troje që i ka nda dhe ma herët. Që i ka nda dhe ma herët, sot presin me nda prapë dhe me i marë këto troje dhe këto vende, mirë po që Allahu i lartësuar ka dash që mos mu humb, as mos mu zhduk kë popull, edhe një prej elementeve shumë të rëndësishme që e ka rujt këtë popull, e që e pranon çdo njeri i drejtë dhe nëse është musliman, është pikërisht kjo fe. Kjo fe të ndëruar vëllezër, prej kur flasim, prej kur e besojmë këtë fe, e kemi rujt këtë gjumë, e kemi rujt këtë racë, e kemi rujt këtë këmbë dhe e kemi rujt këtë tradita. Kjo fe na ka mësuar me i rujt, sepse Allahu i lartësuar, i cili ja tregon njerëzve se prej nimeteve të tij ndaj njerëzimit është se i ka bë popull të ndryshëm, qysh ka mundësi i njëjti Allah me qenë kundër popujve dhe kundër kombëve. Allah i ka bë kombë, Allahu na ka bën këtë formë, pastaj qysh Allahu më na urdhënon neve që me qenë kundër kombëve, absolutisht. Absolutisht. Mirë po, pastaj vazhdon ajeti inna akramakum indallahi atqakum. Për me qenë të mirë te Allahu fillimisht, pastaj edhe për me qenë të mirë mes vetë, për me qenë të mirë të tjerë, duhet me pas takvallëk dhe devotshmëri, duhet me pas besnikëri, duhet me pas nënshtrim ndaj Allahut për mos më nënshtruar kërkujt. Edhe ajo ndoshta që mas tepër na ka marrë që mos më u thyj, as mos më nënshtru, as mos më dorzu, as mos më asimilu, është pikërisht se ju kemi nënshtruar një herë Allahut, Zotit gjithësisë. Edhe s'ka kush pastaj që e thën këta, as s'ka kush që e nënshtron, e vret, e masakron, e djeg, e largon prej vendit vet, mirë po me nënshtru, s'e nënshtron. E kjo është një dhunti edhe një begati e Allahut të lartësuar ndaj nesh, gjithashtu të nderuar vëllezër, këtë begati, këtë siguri që e kemi, duhet, përveç që duhet falenderohet Allahu, duhet falenderohet gjithashtu edhe ata të cilët kanë kontribu, kanë dhënë prej jetës tyre, kanë dhënë prej familjes tyre, kanë dhënë e shumë njerëz kanë shku në botën tjetër dhe kanë dalë prej kësaj bote pa e pa këtë mirësi dhe këtë sukses. Duhet mos me i harru sakrificën e tyre, duhet mos me i harru edhe ata të cilët na ndihmojnë mirë, por duhet me punu edhe vetë. Duhet me punu edhe vetë, sepse shtëpia e përmendin populli, shtëpia bëhet, është kallaj më bëhet, por duhet më mohit. E duhet më mohit. Ndërsa mohet, ashtu që na ka mësuar Allahu që me qenë sinqert me veten. Fillimisht me qenë sinqert me Allahun, sinqert me veten, sinqert me familjen, sinqert me vendin ku punojmë ku. Edhe ku jetojmë me vendin tonë, që s'kemi vend tjetër pas këtina. S'kemi ku shkojmë, që është vendi jonë. Sado që punojmë, sado që e rënojmë, sado që e lulëzojmë, çado që i bëjmë është vendi jonë që tu kena me jetu. Që tu kemi me jetu, s'kemi vend tjetër. Këtu na ka falë Allahu i lartësuar, edhe këtu do të jemi me lejen dhe ndihmën e Allahut të lartësuar, nëse jemi të bashkuar, nëse jemi të afruar, punojmë sinqerisht, larg interesave klanore, larg interesave të ngushta, larg interesave edhe etjeve, ambicjeve personale për mu pasuru, ose me zhvat, ose me u korruptu, ose format të tjera. Nëse veprojmë qështu me lejen e Allahut, kemi me qenë të fort, kemi me ndërtu diçka të fort, edhe nuk ka mu thykja derisa don Allahu me i dhon leje që me qëndru. Allahun e lusëm që të na ruaj sigurin, stabilitetin, të mirat edhe begatit që i kemi në këtë vend. Allahu ta ruaj këtë popull, ta ruaj këtë vend nga çdo e keqe dhe çdo armik që mundet më ju kalus, dhe t'i ruaj të gjithë vendet kudo që janë muslimanët. Aqulu ma sami'tu wa astaghfirullaha li wa lakum.